Ju falenderit shumë, e nderuara kryetare, nënkryetar, të nderuar deputet, falenderit të gjitha grupeve parlamentare prezente sot në mbështetjen tuaj për plotësimin e rendit ditës, për miratimin e 4 marrëveshjeve. Po fillojmë me marrëveshjen e parë, marrëveshja e tregtisë lirë me vendet e EFTA-s. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, Inovacionit në kuadër të objektivave të veta në sferën e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e ekonomisë ka arritur të nënshkruajë marrëveshjen ndërkombëtare për tregtitë e lirë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe shteteve anëtare të European Free Trade Association, Zvicrës, Norvegjisë, Islandës dhe Liechtensteinit. Kjo marrëveshje derivon nga nënshkrimi i deklaratës së përbashkët për bashkëpunim në mes të Republikës së Kosovës dhe shteteve të EFTA-s në fund të vitit 2018 në Gjenevë, e cila në nenin 4 hapi rrugë në nënshkrimin e marrëveshjes për tregtitë e lirë me EFTA-n me 22 janar 2025 në konferencën ndërkombëtare të Davosit në Zvicër. Marrëveshja e tregtisë së lirë përbën një instrument të rëndësishëm të politikës tregtare të Kosovës dhe kontribon në thëllimin e integrimit ekonomik me tregjet e shteteve evropiane me fuqi të lartë blerëse si dhe standarde të avancuara regulative. Kjo marrëveshje përfshim fusha të ndryshme për të cilat palët janë pajtuar në thellimin e bashkëpunimit në liberalizimin progresiv të tregtisë së mallrave përmes eliminimit të tarifave doganore për shumicën e produkteve industriale, përmirësimin e qasjes në treg për produkte bujqësore të caktuara, të drejtat e pronësisë intelektuale, vendosjen e rregullave të qarta për origjinën e mallrave, si dhe rritjen e sigurisë juridike për operatorët ekonomik. Një komponent tjetër me rëndësi të veçantë është përfshirja e tregtisë në shërbime, ku në këtë marrëveshje parashihen edhe shërbimet profesionale, shërbimet financiare, shërbimet e transportit, të teknologjisë së informacionit dhe shërbimet turistike. Ratifikimi i kësaj marrëveshje me rëndësi të veçantë duke marrë parasysh trendin në rritje të shkëmbimeve tregtare të Republikës së Kosovës me vendet e EFTA-s, në veçanti me Zvicrën dhe Norvegjinë. Tregtia me këto shtete po shënon rritje të qëndrueshme dhe karakterizohet nga një bilanc pozitiv tregtar me peshë të konsiderueshme për ekonominë e vendit. Më lejoni gjithashtu që të shtoj se sot në Republikën e Kosovës është prezantuar edhe programi i zhvillimit në mes të Republikës së Kosovës dhe Zvicrës në 3 fushat kryesore në cilat kemi një bashkëpunim të ngushtë me këtë shtet në fushën ekonomike dhe të zhvillimit, të migrimit dhe ushtarake. Dhe është një ndër vendet e ralla Republika e Kosovës me cilën Zvicra zhvillon në raportet në të 3 fushat intensivisht përmes programit të tyre. Prandaj, duke marrë parasysh rëndësinë, peshën dhe ndikimin pozitiv që kjo marrëveshje do e ketë në zhvillimin e më tutjetshëm jo vetëm të raporteve tregtare dhe ekonomike, por edhe politike me vendet anëtare të EFTA-s, ju ftoj që ta miratoni. Ju falenderit.